Në vigjile të festave të fundvitit, tashmë kanë filluar të dëgjohen zhurmat nga përdorimi i mjeteve piroteknike. Nga policia e Gustivarit sot dolën me apel drejtuar qytetarëve dhe në rend të parë nxënësve për shmangjen e përdorimit të mjeteve piroteknike për festat e fundvitit. Në prag të përgatitjeve që bëhen me rastin e natës së ndrimit të moteve, sektori i punëve të brendshme Tetov ka intensifikuar kontrolle dhe aktivitete tjera që kanë të bëjnë me identifikimin në kohë dhe parandalimin e përdorimit të petardeve dhe materialeve të tjera piroteknike. Tregtarëve, prindërve dhe nxënësve edhe njëherë u potencohet se shitja, blerja apo aktivizimi i materialeve me karakter shpërthyes në vendet publike, rrugë, obore dhe hyrje të objekteve banesore paraqet shkelje ligjore që sankcionohet me ligj. Gjoba për këtë lloj shkelje ka vlerën prej 200 deri më 500 euro në kundërvlerë të denarit. Në anën tjetër, furnizimi me të njëjtat dhe distribuimi i tyre në përtregje në sasi më të mëdha paraqet vepër penale për të cilën është parapar dënim me burg me 5 vjet minimum. Sektori i punëve të brendshme Tetov apelon sidomos tek nxënësit e shkollave fillore që të përmbahen nga ky lloj furnizimi dhe të mos guxojnë të aktivizojnë materiale piroteknike, epilogu i së cilave jorall është me lëndime serioze për shëndetin e tyre, siç janë lëndime duar, sysh dhe pjesë të tjera trupore. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov tërheqin vërejtjen se përdorimi i materialeve me karakter shpërthyes siç janë fishek zjarret nga ana e personave të mitur, shpesh ndodh që të vënë në rrezik jo vetëm sigurinë personale, por edhe personave të tjerë. Nga praktika e drejtanishme, lëndimet më të shpeshta të kësaj natyre vinë në shprehje pikërisht në natën e vitit të ri, kur kujdestaria e spitalit të Gostivarit ka pranuar me 10 raste të lënduarve që i ka trajtuar me lëndime nga më të ndryshmet trupore. Në qytetin tonë këto veprime të pandërgjegjshme vinë në shprehje jo vetëm nga të miturit, por edhe nga persona të moshave të ndryshme. Në rrethana të këtilla nuk kanë munguar rastet kur edhe qëllimisht janë hedhur petarde në këmbët e kalimtarëve, duke u shkaktuar atyre lëndime serioze, sidomos në pjesën e këmbëve.